Se përgjigja është kjo që t'ja pun tani, që do bëhet qeveri teknike. Dhe kanë shkëputur se zotëri ti e gazetar që ke disa vjetë në media. Dhe ti duhet ta kuptosh që nga momenti që ambasada nuk komunikon me politikanët, do më thënë që ka shkëputur marrëdhëniet. Dhe pret që të qërohen tikin nga karriket dhe të bëhet ajo që them unë tani dhe që është deklaruar në mënyrë të përsëritur nga misionari amerikan në Shqipëri, që nuk do bën zgjedhjet. Ka që thjesht është. Shqiptar, kush ka sy në ballë dhe t'i shoh, kush nuk ka dhe mos shoh. Ne kemi për detyrë që t'u themi që nuk do bën zgjedhjet, mos lodhen. Mos lodhen, mos harxojnë parat, mos harxojnë vajtjardhje. Do ikin këta nga pushteti. Që të 140 sa janë dhe do japin llogari që nga viti 92 deri më sot. Do japin llogari për hajdutllëqet, për vjedhjet që kanë bërë, për krimet që kanë bërë, për shkatrimin që i kanë bërë ekonomisë dhe shtetit shqiptar, për dëbimin e 1 milion shqiptarëve që janë këto dy parti që i kanë përzënë shqiptarët nga Shqipëria, me politikat e tyre antikombëtare, antinjerëzore, në shërbim të Beogradit dhe të Athinës. Kaq.